Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka reaguar në lidhje me vrasjen e kryekomisar Adem Tahirajit. Me një urdhër të veçantë, inspektorët e KLD-s do të nisin verifikimet e të gjitha procedurave gjyqësore të ndjekura që çuan në daljen nga burgu të Ilir Xhakias, edhe pse cilësohej si një person i rrezikshëm, i cili duhet të vuante një dënim për vrasje. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Hysni Burgaj, në një konferencë për shtyp ka dhënë detaje nga arrestimi i 38 vjeçarit Ilir Xhakia, i cili pas ditën e shenjtës vrau shefin e komisariatit të Shijakut, kryekomisar Adem Tahiraj. Burgaj u shpreh se i arrestuari është person i rrezikshëm dhe me precedent penal të shumtë. Ai u arrestua nga forcat e Renea në vitin 2007, pasi ishte dënuar me 21 vjet burg për vrasje, por në vitin 2011 lihet i lirë nga gjykata e Durrësit. Në lidhje me ngjarjen është shpallur në kërkim edhe shtetasi Ledion Krasnaj, i cili ka marrë pjesë në vrasjen e shefit të policisë së Shijakut. U bë i mundur arrestimi i shtetasit Ilir Azem Xhakia, vjeç 38, banues në fshatin Katun Cuks, Durrës, person me precedent theksuar kriminal, i akuzuar për një serë vepra penale të rënda, kryesisht vrasje. I dënuar me 21 vite burg në mungesë për vrasje nga gjykata e shkallës parë për krime të rënda, i arrestuar nga strukturat e policisë në vitin 2007 dhe i liruar nga burgu në vitin 2011. Ndërkohë, gjatë paradites, kryeministri Sali Berisha zhvilloi një vizitë në shtëpinë e ndëndjerit Adem Tahiraj, ku ka shprehur ngushëllimet familjarëve të tij.